U zhvilluan ndeshjet e fundit të javës së 7 superiores. Elbasan Arena Vora triumfoi me përmbysje 1-2 ndaj Elbasanit, ndërsa nuk munguan as momentet e kaosit. Vendazit shënuan të parët me Kristi Qosen. Në fillimin e pjesës së dytë, pak momente pasi Vora shënoi golin e barazimit, nga tribunat nisën fyerjet në kor mes dy tifozërive dhe tifozët vendas vendosën të sulmonin mbështetësit e ekipit udhëtues në tribunën e tyre. Kështu një grup jo i vogël tifozësh ka përcyen ndarset e stadiumit dhe shkuan të përlesheshin në tribunën kundërshtare, duke quajtur me sende të forta. U desh ndërhyrje e forcave të rendit dhe thirrjet vazhdueshme me altroparlantet e stadiumit që situata të qetësohej, ndonse sharjet në kor nuk munguan as në vijimin e ndeshjes. Më pas mysafirët reaguan dhe vendosën ekuilibrat me dakën, ndërsa përmbysja e madhe për Vorën erdhi nga Karica. Humbja e Elbasanit pritet i kushtoi shumë ekipit verdh e blu, sa kaq në Vlorë Partizani rikthehet te fitoria, teksa mundi 0-1 flamurtarin fal një autogoli, një sukses shumë i rëndësishëm për të kuqt pas një ecurie negative.